Por sa i përket Kosovës, atë që kanë thënë disa shtete, të cilat insistojnë në heqjen e masave, Komisioni Evropian ka një qëndrim jo edhe aq transparent dhe jo aq të qartë për të gjithë, por si duket Komisioni shfrytëzon kundërshtimin e disa vendeve anëtare, e në këtë drejtim unë nuk hezitoj të përmendi Francën dhe Italinë, që të mos i heqë masat. Pra, siç kanë thënë në gjuhën angleze, është një moving target, një cak lëvizës. Sa herë që thuhet se i ka përmbushur disa kritere, kërkohen hapa të mëtejmë, hapa paralel, dhe tash, siç shihet edhe në këtë dokument, kjo lidhet direkt me transferimin e pushtetit lokal në 4 komunat e Veriut, në transferimin e rregullt të pushtetit dhe po ashtu që është ndoshta edhe në favor të Kosovës, ky transformim duhet të jetë i rregullt, por duhet të jetë në tërësi në përputhje me ligjet e Kosovës. Kështu që për mendimin tim tash e tutje kjo do të shihet si test për heqjen e këtyre masave, por nuk besoj se do të ndodhë para zgjedhjeve të 28 vjetorit, pasi që ka shumë diplomat që mendojnë se situata në veri për një kohë tepër të gjatë është shfrytëzuar edhe për plasje politike në Kosovë dhe për shfrytëzim të disa faktorëve politikë të situatës së atjeshme, siç-do edhe shfrytëzimi i faktit që Kosova është në masat e Bashkimit Evropian. Ajo që vlen të theksohet është se Serbia po ashtu, madje edhe më ashpër se Kosova kritikohet në këtë dokument. Kritikohet që nuk ka ndërmarrë hapa të duhur për të sjellur para drejtësisë përgjegjësit për dhunë në veri, qoftë për sulmet ndaj ushtarëve të forit, ndaj përfaqësuesve të mediave, ndaj qytetarëve. Po ashtu Serbia kritikohet se po pengon antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, por ja që ndaj Serbisë nuk ka pasur asnjëherë masa dhe nuk ka as nisma për të pasur masa ndaj Serbisë, përderisa masat ndaj Kosovës po mbahen. Mirë, është e rëndësishme të kuptohet pse është ky kaq hezitim për transferimin e pushtetit lokal në 4 komunat veriore, gjë që duket diçka teknike, ndonë se dim që ka shumë gjëra edhe politike në atë aspekt. Pse ka kaq shumë mosbesim ndaj institucioneve të Kosovës? Për shkak se kjo ishte arsyeja kryesore e krijimit të mosbesimit. Kur faktori ndërkombëtar kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të mos dërgojnë kryetarët e komunave në ato ndërtesa, autoritetet e Kosovës nuk e dëgjuan këtë, i dërguan, ndodhen trazirat dhe prej asaj kohe nuk ka mirëbesim në mes të autoriteteve të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, por edhe në mes të vendeve të Kvintit. Prandaj, pasi ky ka qenë shkaku kryesor i nxitjes së mosbesimit, i cili po vazhdon në raport Kosovë-BE, atëherë dhe insistohet që tash, si hap më i madh në atë që quhet depërshkallësim, është përmirësimi atyre gabimeve nga të gjithë, pra marrja e pushtetit lokal nga ata që kanë mbështetjen me vota shumicë nga qytetarët e asaj pjese. Prandaj edhe mendoj se ky është bërë tash testi kryesor për të vlerësuar se situata në veri është shtensionuar dhe tash Kosova mund të pretë heqjen e masave.